Përshëndetje miq të dashur, si çdo javë ne përsëri ritakohemi së bashku duke dhënë sa më shumë informacione lidhur me problematikat kryesisht që shoqërohen me mungesën apo me një kequshqyrje. Në fakt sot kam përzgjedhur një temë e cila është prezent pothuajse në një pjesë të madhe të popullsisë botërore, do thoya që janë 10 milion femra që vuajnë nga kjo sëmundje dhe 1 milion meshkuj, gjë që është një problematikë shumë e madhe. Do përmendja anemin, e cila është një sëmundje që na ka pushtuar pothuajse një pjesë të madhe të rrugëve toksor. Në fakt do të cilësoja më shumë se një sëmundje të gjakut, do shoqëroja si një simptom të një shkaktari ndoshta të një sëmundjeje tjetër. Shpesh anemia lidhet me faktorë të ndryshëm, me problematika të ndryshme, ndoshta nga një gjakderdhje, nga një operacion, mund të ndodhi nga një kancer, ndoshta inflamacion i zorrës së trash, por dim që anemia tashmë është në forma të ndryshme dhe format e anemisë janë mjaft të rënda, duke shkuar ndoshta edhe në talasemi. Unë në fakt nuk dua të përmend format e rënda të anemisë, por do thoya atë formën më kryesore, formën e cila ka pushtuar ndoshta gjithë botën, ajo e mungesës së vitaminave dhe kryesisht mungesës të hekurit dhe të vitaminave B12 dhe acidit folik. Është një sëmundje e cila shoqërohet në fakt me problematika mjaft të mëdha, do thoya. Kemi problemet e nivelit të ulës të hemoglobinës në gjak, niveli i cili shumë shpesh ngatrohet ndoshta nga mjek të ndryshëm, të cilët ndoshta shikojnë eritrocitet, nivelin e ulët të eritrociteve si anemi. Do thoya që tek hemoglobina, ajo që është proteina kryesore e qelizave, e rrëzave të kuqe të gjakut, e cila na ndihmon të transportojmë oksigjenin nëpër qeliza, niveli i ulët i saj na çon në anemi. Dhe anemia ka mjaft ndoshta shkaqe apo pasoja. Por ne dallojmë shumë kollaj tek personat që vuajnë nga anemia, qoftë me këputjen që shfaqin, me lodhjen, me rrathët e syve, ka një ngjyrë lëkure të zbet, një ngjyrë e cila i karakterizon këta njerëz vazhdimisht ndoshta me një lodhje, këputje, marrëmendje dhe problematika të tjera. Janë të paaftë ndoshta për të punuar, për të përballuar stilin e jetës. Shumë shpesh njerëzit e përcaktojnë mjaft mirë anemin në sajt të analizave dhe është shumë e këshillueshme që analizat të bëhen shumë shpesh për të përcaktuar nëse një person nivelin e anemisë mund ta ketë në parametra, pra mund të jetë në gjendje normale ky person ose mund të jetë një anemik, qoftë i gradës së parë, i gradës së dytë apo deri në talasemi, që janë dhe mjaft sëmundje gjenetike në fakt, në të cilën përfshihen njerëz dhe popullsi të ndryshme të botës. Por ne do përmendim mungesën e hekurit. Personat që vuajnë nga mungesa e hekurit në fakt vuajnë nga një kequshqyrje, kanë problematika ndoshta në marrjen e ushqimit. Në vitin 1890 ne të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bënte spinaqi. Unë shumë shpesh jam rritur ndoshta me braccio di ferron, ai personi që konsumonte pafund spinaq, me idenë që po merrte, ishte bëj i fuqishëm dhe po merrte mjaft hekur. Por analisti, ai shkencëtar që arriti të zbulonte që gjetja e spinaqit përmbante 30 mg në 100 gram spinaq, në fakt kishte gabuar me një zero dhe nuk është që spinaqi është një ndër produktet që përmban hekur më shumë, por do thoya që spinaqi dihet që është një element, një ushqim i mrekullueshëm, por jo deri aty sa të marrim hekurin me shumicë. Hekuri në fakt personat anemik të cilët vuajnë nga mangësia e hekurit duhet ta gjejnë më shumë tek produktet me origjinë shtazore. Bëhet fjalë për mishin, për mëlçit, pra për të brendshmet e kafshëve dhe për vezën, qumshtin, peshkun, të cilat janë një burim i shkëlqyer i hekurit. Duhet t'i konsumojmë vazhdimisht. Por personat anemik në fakt nuk kanë vetëm mungesën e hekurit. Bëhet fjalë për persona të cilët duan të marrin suplemente të acidit folik, gjithashtu të vitaminës B12. Të treja së bashku, hekuri, acidi folik dhe vitamina B12 janë të shkëlqyera për organizmin dhe për personat anemik është burimi i shkëlqyer i cili do ta reduktonte këtë sëmundje dhe do ta paksonte. Anemia është një problematikë e cila shoqërohet dhe kurohet totalisht në qoftë se ne në sajt ushqimeve do arrijmë të bëjmë përzgjedhjen maksimale. Një studim që është bërë në Londër ka treguar që nivelet e hekurit, të acidit folik dhe të vitaminës B12 mund të përmirësohen në mënyrën më të mirë të mundshme duke ushqyer dhe duke marrë ushqime të duhura. Ky studim mori përfshirë rreth 3200 persona në këtë studim, ku gjysma e tyre u trajtuan me medikamente dhe gjysma me ushqime që përmbanin këto vitamina. Dhe dini çfarë ndodhi?
personat që kishin konsumuar ushqime të pasura me këto vitamina dhe minerale, në fakt kishin të njëjtin rezultat me ato që kishin marrë medikamente. Por ato që kishin marrë medikamente, kuptohet, kishin problematikën e tyre me kundër indikacione që shfaqin medikamentet. Pra shikoni se sa mirë mund ta kurojmë këtë sëmundje duke marrë ushqimet e duhura. Perimet jeshile janë të mrekullueshme dhe për të bërë përthithje në organizëm të hekurit, një vitamin kryesore ose një produkt kryesor i mrekullueshëm është vitamina C. Atë që ne i gjejmë shumë mirë tek agrumet, sidomos personat që vuajnë në këtë periudhë, do ishte e mrekullueshme që të konsumonin sa më shumë agrume. Portokale, limone, mandarina, qitro, lule shtrydhe, kivi, ananas, vërtet do të merrnin maksimumin e mundur për të përballuar këtë sëmundje. Një tjetër këshill shumë e rëndësishme është për personat që janë në fakt alergjik. Kujdes me personat që vuajnë nga gluteni, janë alergjik, pra kanë sëmundjen e çelakisë të glutenit, nuk janë intolerantë ndaj glutenit, ndaj kujdes me produktet. Përgjithësi produkte drithra integral do ishte më mirë e mundshme. Mosha ku shfaqet në fakt anemia janë kryesisht fëmijët e vegjël, të cilët janë vicioz, janë fëmijë të cilët janë të llasuar ndoshta, fëmijë të cilët nuk pranojnë të konsumojnë çfarëdo lloj ushqimi, por përpiqen të përzgjedhin dhe kryesisht ushqen me fast food apo me pizza apo me brumra, të cilët kanë mangësi të theksuara të hekurit të acidit folik dhe të vitaminës B12. Gjithashtu, gratë në periudhën e shtatxanisë, edhe ato kanë problematika të mëdha. Acidi folik përthithet shumë mirë nga embrioni dhe nëna arrin të ketë një mangësi të hekurit dhe acidit folik. Për këtë këshillohet shumë shpesh që nënat të marrin ndoshta suplemente, por për mua do ishte më e mrekullueshme që këto produkte t'i përzgjedhim nga frutat dhe perimet të gjalla. Më pas, do ishte shumë e mirë edhe për personat që janë në pleqëri, por ajo është një moshë pak më e vogël, që është e prekur pra në numër. Më pas, personat e tjerë, gratë në periudhën e vajzat në periudhën e adoleshencës apo gratë në periudhën e lindjeve ndoshta menstruacionet e tepërta, gjakderdhjet e tepërta, një person gjatë periudhës së aksidenteve mund të ketë humbje të gjakut, gjë që mund ta çojë në anemi. Kemi dëgjuar shpesh që këshillohet të konsumohen të brëndshmet e mishit, të brëndshme, pra mëlçit apo veshkat, të konsumohen të gjalla. Nuk do thoja. Pra, shpesh herë për personat anemik këshillohen që të konsumohen të gjalla. Është shumë e dëmshme për personat që konsumojnë këto produkte, sidomos të brëndshmet e kafshëve, të konsumojnë të gjalla, pasi mund të jenë burim infeksionesh të tmerrshme. Ndaj këshillohen të ziera sa më shumë. Ndërsa perimet, që për të ruajtur vlerat e tyre maksimale, duhet të jenë të gatuara në avull. Kjo do ishte përzgjedhja ideale. Shoqëruar me vajin e ullirit do ishin të mrekullueshme. Një tjetër ndihmës shumë i mirë për këta persona që vuajnë nga anemia do ishte lëngu i karotës. 150 ml lëng karote në mëngjes do ishte i mrekullueshëm për të filluar një mëngjes të mirë dhe për të marrë vitaminën A, kryesisht retinolin dhe beta-karotenin që përmban karota në vetvete, dhe për të bërë përthithjen maksimale të hekurit. Panxhari kuq është një burim përsëri tjetër i shkëlqyer. Frutat e thata, rrushi, fiku është një burim përsëri i shkëlqyer për hekurin dhe ndikon mjaft mirë në personat anemik. Qoftë i gjallë, qoftë i tharë akoma dhe më mirë. Po kështu rrushi i thatë ishte shumë i mirë. Lëngu i kumbullave, ato kumbullat lejlaj që ne duhet i konsumojmë vazhdimisht, janë të mbushur me antioksidant dhe përmbajnë sasira të konsiderueshme të acidit folik. Pra, frutat janë një burim i shkëlqyer, të shoqëruar me vitaminën C janë të mrekullueshme. Acidi folik dhe së bashku me vitaminën B12 përbëjnë përzgjedhjen ideale të personave anemik. Shpresojmë t'ju kenë mjaftuar këto këshilla të pakta ndoshta, por që janë mjaft të vlefshme. Dhe mos harroni hurmat, që është një frut i shkëlqyer përsëri për personat anemik. Konsumoni sa më shumë. Ndërsa për personat vërtet që kanë probleme shumë të mëdha, bëni një kur për 20 deri 25 ditë me 10 deri në 12 kokra mandarina në ditë. Do bëni të zgjedhjen më ideale të mundshme. Ju faleminderit.